Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Apo ndihesh i braktisur, apo ndihesh me boshllëk, apo ndihet zemra jote e rënduar nga mëkatet. Sonte është momenti. Sonte është një natë e veçantë. Le të jetë kjo natë nata yte. Le të jetë kjo natë nata e kthesës për tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo natë nuk erdhi rastësisht. Erdhi për të gjithë ata që dëshirojnë të pendohen me një pendim të sinqert tek Allahu subhanahu wa taala, nga se një natë e vetme mund të fshijë mëkatet e shumë viteve me radhë. Një natë e vetme mund të jetë një faqe e re në jetën tënde. Një natë e vetme mund të jetë fillimi i një afërsie të sinqertë me Allahun subhanahu wa taala. Thëndryshe me atë i cili të ka kriju dhe po pret prej teje që t'ja dëshmosh atij se nuk ka gabu që të ka përgjithë musliman. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që shënoi Buhariu dhe Muslimi sahihut e tyre: "Men qama lejletal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush do që falet në natën e Kadrit me iman, me besim dhe shpresë, pra me besim në veçorinë dhe madhështinë e kësaj natës dhe me shpresë në faljen e gjunaheve, ghufira lahu, i falen atij të gjitha mëkatet e kaluara. Kjo është një premtim nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Andaj ky premtim detyrimisht do të përmbushet nga sa Allahu subhanahu wa taala e mban fjalën që e ka dhënë. Andaj edhe nëse je i lodhur, edhe nëse ndihesh i mangët, ngrihu nga se kjo natë është veçanërisht për ty. Nuk është për ata që janë të përsosur, është për të gjithë ne që ndihemi ndoshta të thyer e të brengosur për ardhmërinë tonë. Thot Allahu në Kur'an: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Andaj kur robërit e mi të pyesin për mua, thujo atinve se unë jam afër, i përgjigjem pyetjeve të lutësit apo pyetjeve të atij që bën dua sa herë që ai lutet. Andaj ndoshta kjo është nata më madhështore të cilën e ke pritur gjatë tërë jetës tënde. Ndoshta kjo natë është nata që do ta ndryshon historikun tënd me Allahun subhanahu wa taala. Nxito në këtë natë, bashkoju radhave të besimtarëve në namazin e tehexhudit, pra në namazin e natës, dhe kërkoje këtë natë me plot bindje dhe zell. Mos e lën me të ikë, nga se nata e Kadrit është një mundësi shumë e madhe që fshihet brenda netëve tek të 10 të fundit Ramazanit. Andaj bëhu prej të zgjuarve dhe të mençurve dhe të urtëve, të cilët këtë natë e kërkojnë pa durim. Assalamu alaikum wa rahmatullah.